Kompanitë Unifi Communication dhe Unifi Holdings në pronësi të biznesmenit Adrian Shatku, që Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi përdorën të gjithë pushtetin e tyre që ajo të merrte në Shqipëri lejet për 2 projekte milionshë, futje në tregun e fibrave optike si dhe lidhjen e marrëveshjes së interkoneksionit të transferimit të thirrjeve telefonike, ka pasur lidhje edhe me familjen dhe pushtetin e Sali Berishës. Shqiptarja.com ka zbuluar se Unifi që kishte hapur një deg në Shqipëri pasi shoqëria MOM ishte regjistruar në SBA, ku Adrian Shatku, një shqiptar nga Peshkopia, kishte ngritur biznesin e tij të fuqishëm në New York, kanë krijuar lidhje me Argida Berishën që në vitin 2010. Studio e vajzës së kryeministrit atëhershëm Sali Berisha kishte marrë nga Unifi Communication një kës të parë prej 7.656 eurosh të mjaftueshme vetëm për të nisur një studim për mundësinë e investimeve. Ashtu siç ndodhte me të njëjtën skem që klientët e vajzës privilegjoheshin, Berisha më 21 tetor 2010 firmoste VKM të personalizuar me numër 840 për klientin e Argidës, me të cilën lejon shoqërinë Unifi Holdings, Dega Shqipëri, për të kryer studimin përkatës edhe për shtrirjen e kablos nëndetare ndërkombëtare me fibër optike Bari Itali Gjiri Lalzit Shqipëri. Votuesi i këtij vendimi ka qenë edhe Ilir Meta, i cili ishte ministri i Berishës në atë kohë, edhe pse në konflikt interesi pasi Shatku ishte kushëri i Monika Kryemadhit. Dhe pikërisht këtë vendim të qeverisë Berisha e çuan deri në fund Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. SPAK thotë se Meta Kryemadhi bashkëpunuan me Shatkun dhe vendosën në funksion të tij administratën shtetërore në funksion të interesave të kompanive të tij. Ata kanë përdorur pozicionet dhe influencën e tyre në nivelet e larta të pushtetit për të vërtetuar korrupsionin e Meta Kryemadhit me kompaninë e Shatkut. SPAK bazohet në zbardhjen e të gjitha bisedave nga zbërthimi i telefonit të Monika Kryemadhit. Monika Kryemadhi prej muajit nëntor 2013 në vijim bisedon për çdo hap me Adrian Shatkun, madje në disa raste i referohet edhe si kusho, ndërsa për interesat e tij vë në lëvizje institucione dhe ministra të ndryshëm të asaj periudhe. Prokuroria e posaçme thotë se Shatku ishte edhe kushëria e Maçokut, një tjetër e akuzuar për pastrimin e parave të çiftit Meta Kryemadhi. Qëllimi sipas SPAK vërtetohet nga të gjitha komunikimet që Adrian Shatku ka bërë me Monika Kryemadhin, Edmond Haxhinaston, Maçokun, Piro Xhixhun, Ermal Topallin dhe Rudolf Papën. Monika Kryemadhi për arritjen e qëllimeve i organizonte takime Shatkut edhe me Ilir Metën. Më datë 6 mars 2014 Adrian Shatku është njoftuar nga Monika Kryemadhi që të nesërmen të shkojë te zyra e Ilirit, thuhet në dosje. E gjithë përpjekja e Meta Kryemadhit finalizohet më 1 prill 2014 kur ka një firmosje të marrëveshjes për fibrat optike dhe është ky komunikim mes Kryemadhit dhe Shatkut. Insistimet për projektin vazhdojnë, por ai ngec në qeveri, edhe për shkak të refuzimit të ministres së inovacionit në atë kohë Milena Arito. Edhe për ta kaluar vendimarrjen ka një komunikim të gjatë mes Kryemadhit dhe Shatkut me Edmond Haxhinaston, në atë kohë ministri i infrastrukturës. Në lojë futet edhe Piro Xhixho, i cili ndërhyn përmes shkresave dhe takimeve. Pas përpjekjeve, leja për ndërtimin e linjave optike është dhënë në 5 maj 2015. Sa i përket çështjes së interkoneksionit për transferimin e thirrjeve, SPAK evidenton në dosje se personazh kyç për këtë është Piro Xhixho. Atëherë kreu ja kep. Xhixho ndërmjetëson me kompani celularësh që Shatku të lidhte marrëveshje. Kryemadhi interesohet dhe komunikon edhe vetë me përfaqësues të kompanive, biznesmen privat, për të cilët thotë se edhe vetë Meta i ka pritur në zyrë. Një marrëveshje me një kompani është lidhur me një korrik 2014 dhe Adrian Shatku i shkruan Kryemadhit urime. Ajo që vjet re në dosje është fakti se si Shatku ashtu edhe përfaqësues të kompanive celulare i raporton Kryemadhit të gjithë trafikun e thirrjeve dhe fitimin me detaje, që mbështet akuzën e SPAKut se çifti Meta Kryemadhi merrnin fitimin e tyre nga aktivitetet e Adrian Shatkut. Vetë Kryemadhi ka takuar drejtorin ekzekutiv të një kompanie private her pas here, ndërkohë që Shatku fillon lëvizjet për të nxjerrë nga tregu kompani të tjera sa i përket transferimit të thirrjeve. Në një moment Shatku i ankohet Kryemadhit se një biznesmen tjetër i kishte hequr fishën dhe Monika i shkruan e tmerrshme t'ja heqim licencën. SPAK ka zbuluar në telefonin e Kryemadhit një skem se si do të ndahet fitimi me Monika Kryemadhin, që merrte 32.85%. Unifi e Shatkut vetëm 60.42%, pasi gjysma e fitimit i takonte një biznesmeni tjetër. SPAK arrin në përfundimin se Adrian Shatku i ka dërguar Monika Kryemadhit të dhënat për ndarjen e fitimit të interkoneksionit, ku Monika ka përfituar përkatësisht nga 34.000 euro në muajt korrik dhe gusht 2014, ndërsa në muajin shtator fitimi neto ka qenë 102.000 euro, por nuk dihet nëse është ndarë sipas skemës 32.85% dhe Unifi 16.42% dhe biznesmeni 50.78%. Nga të gjitha bisedat e zhvilluara midis Monika Kryemadhit dhe Adrian Shatkut, organi i akuzës ka arritur në konkluzionin se këta dy persona flasin si bashkëpunëtor dhe ortak të biznesit të interkoneksionit të thirrjeve telefonike. Gjatë gjithë bisedës lidhur me këtë aktivitet, Adriani dhe Monika flasin në numrin shumës. U marrim letrën dhe tua përplasim.
t'ja heqim licencën, ne pjesën tonë, e të tjera si këto. Jo vetëm kaq, por Adrian Shatku edhe për të paguar ndërhyrjen e Meta kryemadhit, ka paguar edhe kompaninë izraelite të konsulencës, që kishte kontraktuar LSI, pasi vetë Shatku ja kishte sugjeruar. Rezulton se kompania Unifi Communication, me drejtor ekzekutiv Adrian Shatku, ka kryer 12 pagesa për llogarit kompanisë Strategic Solutions me drejtor ekzekutiv John Moreira. Me këtë kompani amerikane, Lëvizja Socialiste për Integrim kishte lidhur kontratë për shërbime konsulence, marrë nga Prapaskena.